Miqtemi, unë dëgjova me interes mësuesën e nderuar këtu. E garantoj atë dhe të gjithë prindërit e fëmijët se arsimi do t'jetë përparësi absolute. Dhe se vendosja arsimit në përparësi absolute, rikthimi i tij në bashkëkohësinë, modernitet, kërkon parazgjithash vendosjen e mësuesës dhe mësuesit në pjedestal. Rrogë me të ulët se 1.500 euro mësuesit nuk do të kenë. Jo, shkollat do të njohin shkallën më të thellë të digitalizimit, paksimin e numrit të nxënësve në 20-25 nxënës në klasë, heqjen e gjitha turneve në shkolla. Shkollat do t'jenë një përparësi e madhe që përsëri të marrim rrugën drejt cilësisë, të ngjitemi në majat e cilësisë arsimit, si kushtit gjitha kushteve, që kombi të ketë të ardhmen e tij, të zhvillohet dhe të begatojë. Miqtë mi, në Valencia unë informova audiencën europiane se në 10 vite nga sipas statistikave të tyre, nga Shqipëria u larguan 1.099.000 shqiptarë vetëm për zonën e Schengenit. Kombi po boshatiset. Shkaku kryesor i këtij largimi masiv është varfëria, është papunësia. Ju lutem, i ndigjoni pak Edi Ramën dhe ministrat e tij, çfarë thonë? Dje, sikur fliste për qartë, punësimi thoshte arritur dhe papunësinë do ta zbresim në 6%. Ju garantoj. Po vetëm në 10 vite kanë ikur 600.000 të ri, 600.000 krah pune. Ky pa mshirë tallet me shqiptarët. Ja u them unë, merrni statistikat. Prodhimi ka 3 vite që bie në mënyrë dramatike nga viti në vit. Eksportet nga viti 2023 në vitin 2024, si pas statistikave të tij që ai nuk i lexon, ranë me 32%. A e dini ç'do thot kjo mik? Do të thot që të paktën minimumi 50-60.000 shqiptar humben vendet e punës dhe i punësoj Edi Rama në Itali, Greqi, Gjermani dhe vendet tjera. Pra, vendet e punës shkatrohen.
ndërmarrjet falimentojnë nga rënja e euros, kur saj i papërgjegjshëm vërtitet nga një shesh në një tjetër duke u thënë se është ulur papurësia në mënyrë të ndjeshme, se janë punësue kaq dhe aq në një kohë kur që të gjithë punësohen në dhera të tjera, në vendet të tjera. Miqtë e mi, programi ynë është programi i ndryshimit të Shqipërisë. Programi me të cilin ne do vendosim minimumin jetik 200 euro çdo pensionist me pension ndën 200 euro dhe sot janë mbi 560.000 pensionist me pension ndën 170 euro. Çdo qytetar në ndihmë ekonomike, çdo fëmijë me një prind, çdo student me bursë, 100 ditë të para të qeverisjes tonë do kenë minimum jetik 200 euro. Rroga minimale. Rroga minimale do t'jetë 500 euro. Rroga mesatare 1250 euro. Kjo rruga jonë, kjo është vrapi ynë, gjersa të dalim në krye të gjitha vendeve të rajonit për rroga dhe pensione, gjersa ne për djersën tonë të jemi njerëzit më mirë të shpërblyer. Shqipëria është e pasur, shqiptarët kanë mundësi të jetojnë në mirëqenje dhe begati, kanë mundësi të ndërtojnë të ardhmën e tyre në këtë vend të bekur, të realizojnë ëndrat e tyre në Shqipëri, por duhet të çlirohen, duhet të votojnë me datën 11 maj ndryshimin, rotacionin. Sot, tu them të vërtetën, u ktheva nga Valencia, por kur unë u tregoja kryeministrave të tjera, kolegëve, kryeministrave të vendeve tjera për djegësin e Tiranës, ju them me sinqeritet, shprehnin habi të papërmbajtur. Habi të papërmbajtur. Dhe më duhej t'ja u ktheja dhe riktheja bisedën se një ndodhi të tillë nuk ka të përshkruar. Kurse tek u tregoja për me Gonigalin, mendimi i tyre i përgjithshëm ishte se Rama do ta ndjekat e mrapa. Po, është i pa shpresë se ka kryer një akt armiqësor ndaj vendit mik dhe vetë ai tani i thot Rams, unë vërtet i mora, por parat mi dhe ti. Ndaj dhe kjo e bën të pashpresë Edi Ramën. E bën të pashpresë mi.